Këtë të premte u mbajt protesta e 62 të radhazi kundër qeverisë në Tiranë. Protestuesit vijojnë të protestojnë në muajin e 3 me ngulm deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Dhe këtë të premte protestuesit u nisën nga sheshi Skënderbej drejt godinës së kryeministrisë, duke përsëritur kërkesat e tyre për ndryshim politik dhe mbajtje përgjegjësie nga qeveria. Me pankarta në duar, protestuesit kanë bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërkohë në mesazhet e tyre nuk mungojnë as thirrjet kundrejt të gjithë klasës politike në vend. Gjatë marshimit, protestuesit hodhën parulla si Rama në burg, Berisha në burg, Revolucion dhe Rama jep dorëheqjen, ndërsa lëvizën nga sheshi Skënderbej drejt godinës së kryeministrisë. Një ndër aktivistët, gjatë fjalimit të saj, u shpreh se protesta ka tejkaluar çdo pritshmëri dhe se sipas saj u ka rikthyer shpresën shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit. Në fjalimet e tyre, protestuesit gjithashtu kritikuan dhe reformën territoriale, duke pretenduar se ajo ka ndikuar në shpopullimin e vendit, teksa theksuan se janë kundër kësaj reforme. Pjesëmarrësit dhe aktivistët bën thirrje për pjesëmarrje sa më të lartë, duke treguar vendosshmëri se nuk do të ndalojnë protestat deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.